Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka shpërndarë një histori triumfi të një paciente në shërbimin onkohematologjisë pediatrike. Pacientja me inicialet SK shënoi gongun e triumfit pas përfundimit me sukses të seancave të kimioterapisë në shërbimin e onkohematologjisë pediatrike. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale njoftoi se pacientja është paraqitur për kontrollin e parë pas off therapy, duke shënuar një moment të rëndësishëm, triumfin ndaj sëmundjes dhe një hap të ri drejt jetës së shëndetshme. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale i ka shprehur mirënjohjen ekipit të mjekëve të onkohematolog të udhëhequr nga profesoresh Donjeta Bali dhe mjekja kuruese doktoresh Mirzana Kaplanaj. Shërbimi i onkohematologjisë pediatrike është një njësi e specializuar brenda strukturës së PAI pediatrik që merret me diagnostifikimin, trajnimin dhe ndjekjen afatgjatë të fëmijëve me sëmundje beninje dhe malinje të gjakut, si dhe me tumore solide. Në këtë shërbim ofrohet kujdes multidisiplinar personalizuar, bazuar në standardet më të fundit të mjekësisë pediatrike në një ambient të sigurt dhe mbështetës për fëmijët dhe familjet e tyre.